Unë e thash që vedisimi i lartë ka qenë ndryshim goxha i madh, sidomos mas Covidit, edhe investimi financiar goxha ka ndryshuar, por përdorimi shpesh çalojmë ose i gabojmë suplementeve i medikamenteve në përgjithësi dhe secila ka një metodë të duhur. Unë të doja që bashkë të ndalemi fillimisht tek vitaminat. Jemi mësuar që është e rëndësishme vitamina D, vitamina C, por nuk e dim sakt cila me cilën nuk bën të kombinohet dhe të mirën afër njëna tjetrës. A ka rëndësi të veçantë kjo? Po ka shumë rëndësi, mënyra e përdorimit, koha e përdorimit, format cilat kemi nevojë më shumë i përdor. Edhe kombinimet. Edhe kombinimet gjithashtu. Po. Të zëm, atë nalemi kështu pak tek disa që i përdoren shumë kohëve të fundit, e sidomos mas Covidit. Është vitamina D, që njerëzit e kanë mësu, po e them prej Covidit, si emën, por edhe po i kushtojnë rëndësi tash edhe tek fëmijët edhe tek gjeneratat e reja dhe tek moshonit. A është një kohë ose një agent